Ej! vendosin kurorat pranë memorialit.
Nëse më. Që ne festojmë këtë ditë të bukura dhe të lira, ftoj kryetarin e Bashkisë Zotit Tonin Marinaj për një fjalë për të mese. Sot është një ditë e rëndësishme, çdo vit në këtë datë e kujtojmë. Është një datë e shenjtë për malësorët dhe për shqiptarët. Është një datë që në kohën e Skënderbeut për herë të parë u ngrit flamurin në hap. Me në krye të Xhelurin, burrat e Malësisë, e burrat e Shkodrës së Tugazinit, ku një vjet më mrapan u njoftë dhe pavarësia e Shqipërisë. Por pararoja e kësaj ishin malësorët e Malësisë Madhe, që në shekuj luftuan kundër çdo lloji kushtetuesit apo agresionit dhe e kanë treguar veten duke dhënë edhe jetën për të mbrojtur këto toka dhe për ta gëzuar në këtë pavarësi që sot jena të begat dhe të lumtur dhe flamuri jon është poselia jon është ajo më e shenjtë dhe ne kujtojmë çdo vit edhe fiton ta kujtojmë ta vlerësojmë mos e harrojmë asnjëherë këtë datë, mos e harrojmë kur luftën, mos e harrojmë kur fëmijët, gjithmonë të jena vigilent dhe si paroj kemi fesen, ku du të e falenderoj gjithë këtu që janë disa që nuk kanë marrë pjesë në një herë, janë tjerë që janë të përvjeshëm, por për çdo malësor është ditë e jashtëzakonshme, ditë e rrallë, edhe ne do të pulemi çdo moment para kësaj date historike. Gëzuar gjithëve. Historianin Mark Junçaj për fjalën e tij. Çe. Ai e brother. Unë kash i merre. Ulë poshtë. Ulë një poshtë. Si më të me mikrofon. I nderuar kryetari i Bashkisë Maqisë Madhe Zotin Tonin Marinaj, i nderuar nën kryetar Sërpil Drecaj, të nderuar malësorë festojmë këtë datë 6 prillit vitit 2019, konkretisht ngritjen e flamurit kombëtar në Lezhë. Duke pas parasysh do të thotë thjesht se ngritja e flamurit nuk ka të bëjë vetëm me një ngjarje të themi kështu. Hajde për momentin, mirë po një ngjarje e përgatitur shumë me kujdes për arsye se flamuri ishte kërkuar që në fillim të shekullit 20 që të ngrihet dhe si thamë Allahu do të thotë thjesht është fjala edhe për një paralelse e pavarësisë. Malësia e madhe që nga viti 1479 bie në sundimin e perandorisë osmane dhe do të qëndrojë deri në vitin 1913 konkretisht me 28 nëntor. Si të dinë gjithë, kërmbritja shkëlqeu më 24 mars vitit 1911, politika osmane. Gjatë kërmbritjes do të pas parasysh se kur flasim për kërmbritjen e Malësisë, nuk është fjala për një ushtri të rregullt se shpesh disa mendojnë, por është fjala do thotë për malësorë, të cilët janë thjesht vullnetar dhe në start do të pas parasysh se masë gjysma ishin të armatosur dhe një pjesë të mirë të armatimit e kanë marrë nga vetë armiqtë e tyre kur i hundën. Vjen të ngjarjet e cila vjen për të cekë është kjo e sotme, pra thot me 6 prill,
Dhe fjala është ngritja e flamurit nga Nik Xheloshliuli, një jafër krejt pra, një kushri i drejtë Xheloshliulit në Derçis, i cili do të bëhet shqiptar me 3 maj të vitit 1991. Luftimet do të bëhen në të gjithë malësi, duke përfshirë vot, grut, kirmen, kastrat, shkrejt, kryesisht në territoret e këtyre fiseve, ku do thotë kemë luftime të ndryshme duke përfshirë qendra Derçisi deri në kastrat, sidomos janë gjatë 6 prillit sa thamë më herët, mirë po dhe ditëve në vijim për shembull Mokset në drume, edhje e tjerë, banë e brani, e kështu me radhë, pra thotë luftimet janë pa nda. Për shkak të votit unë nuk do ta mbajet shumë, do thotë fjalimin, do ta shkopoj pak, mirë po do mund pa përmendë 23 qershorin e vitit 1991, konkretisht memorandumin e Greqës, i cili përban nga 12 dita me kërkesë autonominë e Shqipërisë, ku ne mbajmë gjuma shqipe. Rëndësia e kryengritjes malësisë është se për herë parë me 2 gusht, vitit 1991, shqiptarët arritën që t'i ulin në tryez Turqit. Deri në atë kohë, Osmanet kishin arritë që t'i thejnë, do thotë, se cilën herë kryengritje shqiptare, ndërsa në këtë herë, sido që tjetë e patën një marrëveshje, e cila dhe pse nuk u respektua ashtu siç duhej, prapë është mirë se u pranuam si palë, do thotë biseduese ose diplomatike. Do ta lexoj një gjë e cila dëshmon kjo komplet, për shembull për vlerat e larta atletare, si vatër e parashuar, kryengritje e Osmane, dhe si pararendse e pavarësisë me ngritjen e flamurit në Derçis, për së drejtën heroike në mbrojtjen e trojeve shqiptare nga cëlltimi shovinist për kryengritjen e parë antikomuniste, për vite e saj të shtuar që kanë qenë në shekull. Besoj se ky motivacion që ardhon nga presidenti vitin 2012, titulli i lartë deri i kombit për krahinën e marxisë madhe tregon do thotë thjesht se kjo krahinë secil herë që ka qenë nevoja ka dëshmuar për vetëm. Faleminderit për vëmendjen, duke qenë se nuk e zata asnjë. Atëherë, falenderoj gjithë pranishme që ishin këtu, por do t'ju kërkoja të keni durimin të ndjekim edhe një vallë të përgatitur me shumë dashuri nga nxënësit e shkollës së bashkuar të Hotit.